Kompensimet e taksa deri në 16% shtesë për pensionistët, përveç rimbullsimit për energjinë elektrike janë përjashtuar edhe nga si aplikohet dhe dokumentat që nevojiten. Skema e rimpulsimit të dritave dhe njëkohësisht përjashtimi nga tarifat vendore u jep mundësi pensionistëve që të marrin deri në 16% shtesë mbi masën e pensionit. Nga një përllogaritje mesatare, vlera e rimpulsimit të energjisë për këto kategori shkon deri në 1600 lekë në muaj dhe në raport me pensionin mesatar që është rreth 16.000 lekë, shtesa që përfitohet nga kompensimi i dritave është realisht e lartë rreth 10%. Por përveç kësaj, pensionistët janë përjashtuar nga taksa e banesës, teksa taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore dhe pagesa e tarifës pastrimit dhe largimit të mbeturinave. Këto të fundit, për të cilat shërben si agent tatimor, shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë vile në faturën e ujit përllogaritet mesatarisht në vlerën e 900 lekëve në muaj dhe nëse mblidhen të dy kompensimet për pensionistët, ato në faturën e ujit dhe energjisë elektrike, masa përfitimit shkon deri në 2500 lekë në muaj, vlerë e cila përkthehet në një masë prej pothuajse 16% shtesë mbi pensionin. Kompensimet, përveç 648 lekëve në muaj që pensionistët marrin prej reformimit të skemës në 2015, kur hoq edhe fasha pensionistët marrin edhe disa kompensime të tjera në vlerë më të ulët të lidhura ndër vite. Këtu pensionistët marrin 1500 lekë në muaj kompensim për diferencën e çmimit të bukës, 3500 lekë në muaj si kompensim për energjinë elektrike dhe 414 lekë në muaj për çdo pjesëtar të familjes që është në varësi ekonomike të pensionistit. Pra është rreth 1600 lekë shuma që përfitohet shtesë dhe që ndikon në masën e pensionit në kushtet kur nuk ka politika të mirëfill të arritje, por vetëm indeksim bazuar në normën e inflacionit. Për të përfituar duhet përmbushen vetëm dy kushte. Kjo vlen për të gjithë ata që dalin rishtazi në pension. Së pari duhet që pensionisti të mos ketë ardhura të tjera veç pensionit. Kushti tjetër është që fatura e dritave dhe shtëpisë për të cilën po paguhet taksa të jenë emër të pensionistit. Në rastin kur janë dy pensionistë, pra burrë e grua, kompensimin e fiton vetëm njëri prej tyre. Në tabel janë të listuara dhe dokumentat që mund të dorëzohen në portalet e Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve. Taksa janë mbi 1400.000 pensionistë në gjithë vendin, të cilët përveç se janë në skemën e rimpulsimit të dritave, nuk preken as nga taksa e banesës, taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore dhe pagesa tarifës pastrimit dhe largimit mbeturinave, të cilat janë një vlerë rreth 900 lekë në muaj. Kujtojmë që taksa që aplikohet për banesën nuk është e njëjtë për të gjithë. Nisur nga tabela zyrtare me çmimet për çdo zonë kadastrale, për sipërfaqen 100 metra katror, taksa ere që rëndon në xhepat e konsumatorëve varion nga 3000 lekë deri në 9500 lekë në vit. Pensionistët kryefamiljar të cilët nuk kanë të ardhurat tjera veç pensionit janë përjashtuar nga ky detyrim. Ata po ashtu mund të shmangin taksën e përkohshme për infrastrukturën arsimore, e cila është 1500 lekë në muaj, dhe tarifën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave 417 lekë në muaj. Me një llogaritje të thjeshtë vetëm nga përjashtimet e taksave bashkiake, një pensionist kryefamiljar mund të shmang nga fatura mujore rreth 900 lekë detyrime. Edhe në këtë rast, për të përfituar mjafton vetëm që kryefamiljari të jetë pensionist dhe në certifikatën familjare të jetojë vetëm ose me bashkëshorten, po pensioniste ose asnjë nga familjarët e tjerë të mos ketë ardhura. Aplikimi për përjashtime nga taksa e shtëpisë, dokumentat që dorëzohen në gjendjen civile, certifikat familjare, fotokopje kartave të identitetit e pensionistit kryefamiljar dhe personave që kanë në ngarkim, fotokopje librezës ujit, faqja e parë dhe fundit e librezës, faturë pagese muajit të fundit nga UKT, detyrimi mujor në emër të kryefamiljarit, librezat e pensionit për pensionistin kryefamiljar dhe bashkëshorten nëse jeton. Aplikimi për kompensimin e dritave. Pensionistët duhet të paraqesin në Agjencinë e Sigurimeve Shoqërore të vendbanimit fotokopje të nënshkruar të kartës identitetit, certifikat familjare për individët, fotokopje të kontratës furnizimit me energji elektrike, e cila është në emër të kryefamiljarit të vërtetuar me firmën e pensionistit, fotokopje librezës e energjisë elektrike që vërteton se nuk ka detyrime të papaguara.